Duhet patjetër ta ndërroni 4 shenjat që tregojnë nëse dysheku është mbushur plot me insekte. Edhe pse insektet në dyshek ose në koltuk nuk transmetojnë asnjë sëmundje infektive, ato mund të jenë shqetësuese, madje mund të shkaktojnë disa probleme shëndetësore. Nga reaksionet fizike si shfaqjet e skuqjeve ose alergjive, deri te efektet psikologjike si ankthi, stresi dhe pagjumësia. Këto arsye janë më shumë se sa të mjaftueshme për t'i bërë ato të padëshiruara në shtëpinë tuaj. Ja si të kuptoni nëse ato janë të pranishme në ambientet tuaja të shtëpisë. Kontrolloni për njolla të kuqe në shtrat ose në rroba. Nëse insektet shtypen gabimisht nga ju, do të lënë njolla gjaku. Mund të gjeni edhe njolla me ngjyra të ndryshme. Këto janë nga metalet e krevatit tuaj. Insektet në shtrat kanë gjëndra arome shumë të këqija, dhe nëse ka shumë prej tyre, aroma mund të jetë mjaft e fortë dhe e pakëndshme. Pra, nëse dhoma juaj mban aromë si rrobat e mykura ose ushqime të prishura, patjetër ka një shkak. Nëse shikoni njolla të bardha në mobiljet tuaja, është e pamundur për t'i parë ato me sy të lirë, por me siguri do t'i ishte më e mirë që t'i inspektonit edhe me të gjitha mjetet e mundshme.